Tashmë nuk janë më vetëm thashetheme dhe diskutime teorike. Klubi i Lecces ka bërë hapin e parë konkret për të siguruar firmën e El Seid Hysajt, të cilin shpreson ta ketë në radhët e tij si lojtar i lirë. Mbrojtësi i kombëtares shqiptare është pa ekip pasi mbylli kontratën me Lacion dhe mund të zgjedh ku të vazhdojë karrierën e tij. Ndaj Lecce është hedhur në sulm, duke synuar që të gjejë shpejt një akord me të dhe ta ketë si përforcim për edicionin e ri. Mediat italiane bën të ditur në ditët e kaluara se mes palëve kishte pasur disa kontakte, ndërsa Sky Sport bën të ditur se sot Lecce i ka dërguar ofertën zyrtare futbollistit, duke i treguar edhe kustet financiare që është në gjendje të plotësojë. Gjithashtu, mësohet se lojtari ka 24 orë kohë për të kthyer një përgjigje, pasi te Lecce duan që të përqendrohen në objektiva të tjerë të mundshëm të merkatos, nëse marrin një jo nga rekordmeni i kombëtares shqiptare të futbollit. Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Rej Manaj, ka bërë së fundmi një reagim në Insta Story, duke treguar se nuk ka rrjet social tjetër përveç Instagramit. Ai paralajmëron djegësit se nëse dikush u shkruan nga TikToku apo Snapchati, nuk është ai në të vërtetë. Çdo ditë po më vinë mesazhe nga njerëz që më pyesin nëse përdor TikTok ose Snapchat. Për këtë arsye, e kam shkruar edhe në bio të Instagramit. Nuk kam as TikTok, as Snapchat. Nëse dikush ju shkruan ose pretendon se është unë në këto platforma, mos mendoni se po flisni me mua. Është dikush që po ju mashtron. Shkruan Manaj në rrjetin social Instagram. Gjasir Hasani është një lojtar i lirë. Sulmuesi i kombëtares shqiptare dhe klubi iranian i Esteghlal kanë rënë dakord për t'i dhënë fund bashkëpunimit, duke prishur kontratën. Mësohet se shkak për këtë ndarje të parakohshme është bërë mospagimi i detyrimeve nga klubi për sezonin e shkuar. Është vetë 31 vjeçari nga Shkupi që e ka njoftuar këtë vendim për të prishur kontratën, gjë që nuk është refuzuar nga Esteghlal. Kujtojmë se për Hasanin është aluduar një interesim nga La Liga Spanjolle. Vetë futbollisti ka konfirmuar disa javë më parë se Getafe është pas tij, mirë po deri më tani nuk ka asnjë lëvizje. Vlen të theksohet se në formën e Hasanit ndikoi shumë edhe lufta në lindjen e mesme, duke bërë që kampionati i Iranit të ndalohej. Kjo detyroi 31 vjeçarin të rikthehej disa kohë në Shqipëri, duke u stërvitur edhe me Partizanin, por humbi vendin në kombëtare. Burnley është mposhtur në miqësore nga amerikanat e Real Salt Lake. Kjo sfidë prove pati dominues ekipin nga SBA-ja, me këta të fundit që triumfuan 4-1. Gjurmë në këtë ndeshje la edhe Armando Broja, edhe pse jo pozitive. Në minutën e 5 të sfidës, sulmuesit të kombëtares shqiptare ju besua një 11 metrësh, mirë po Broja gaboi nga penaltia. Në minutën e 67, 24 vjeçari shqiptar u zvendësua, duke i lënë vendin sone. Kështu, Brojan nuk shfrytëzon mundësinë e artë, që ndoshta mund të jepte shpresa për minuta në sezonin e ri.